Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë, por edhe zhvillimet e fundit të ndikuara nga ajo që pritet të ndodhte investimi në Sazan nga dhëndri i presidentit Donald Trump. Duket se jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Greqi janë të shqetësuar për këtë. Ndërkohë që ka pasur disa replika edhe tek kryeministri Edi Rama pak ditë më parë ku përfshi dhe homologu i tij grek, reagime të shumta sot kishin një shkrim në mediat greke që fliste për origjinën e kryeministrit Rama, që vjen pas një lajmi sipas të cilit një ish deputete greke në mos gaboj që tha që Rama ka marrë bursë për studiuar në Harvard, pra një bursë me parat e Greqisë, gjë që u mohua më pas me një tjetër antar apo ish drejtues i fondacionit. Megjithatë, për raportet mes dy vendeve do të flasim me zotin Albert Dalla, historian që na i zbërthen më mirë këto çështje. Zoti Dalla, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Po e nisim me Sazanin se duket sikur është bërë çështje gjeopolitike. Grekët në radhë parë media tona dhe gjithë opinioni shqiptar nuk duhet marrë parasysh çfarë prodhojnë mediat greke, çfarë thonë ata, se më shumë ata shpifin, kanë një strategji, kanë një ushtrim me rreth 3000 gazetar shtetëror që quhet Ministria e Informacionit dhe Propagandës dhe funksionojnë shumë mirë. Pra ajo që dua të them me ishullin e Sazanit, ka pasur një artikull sikur mballin e gazetës Demokratia, që në ishullin e Sazanit janë 5 miliard fuqi nafte dhe atje nuk duhet kështu. Unë do të them këtë gjë, nëse atje pas ka 5 miliard studiuesit tanë naftës, ata institutet tona prej kaq vitesh, 50 vitesh apo 80 vitesh që Shqipëria është shtet mbi 100 vite, nuk e kanë zbuluar që atje ka naftë, pra unë mendoj që jo çdo lajm që prodhojnë mediat greke duhet merret parasysh 100%, sepse shumica e lajmeve greke ndaj Shqipërisë vijnë nga institutet profesionale, sidomos nga zbulimi dhe kundërzbulimi i Greqisë, nga gazetarë që në të vërtetë nuk janë gazetarë, por janë inspektor të zbulimit kundërzbulimit të Greqisë, e hypi janë shumë ato unë i njoh personalisht. Përfshirë dhe në mos gaboj një profesor aty që citonin ata, sigurisht i tillë që sipas tyre konfirmonte këtë praninë e hidrokarbureve. Po nëse e tha një grek, 90 milion grek, ne shqiptar nuk e dim që atje ka dhe njëre e potencova, specialistët tanë. Ne kemi specialistë naftës dhe i kemi shumë të mirë. A nuk e din ata, ose pa folur mas vitit 90 kanë ndërhyrë dhe specialistë huaj, shkelli e tjetër, ne jemi dëshmitar, pra. Edhe nuk duhet merret ajo 100%. Pse po e them këtë? Këtë jap një shembull. Në vitin 99, kur Turqia si ushtri garantovi Kosovën që tynin forcat e NATO-s dhe ishin pothuajse forcat e para turke që hynë me NATO-n, një inspektor i zbulimit kundër zbulimit grek me profesion historian botovi një dokument, ajo që quhet e famshmja e gënjeshës dhe e mitit që dekreti i sultanit që ndalohet gjuha shqipe. Ajo nuk është dokument, është fallës, është gjithë shapa, por ja, edhe këto ngjisin tek ne. Të gjithë mashtrimet greke. Ndërkohë që kishin vajtur aq larg sa kishin krahasuar naftën dhe me atë të Venezuelës. Po pra, prandaj po them, por aty do ju dhemi diçka që atje do zhvillohet Shqipëria, investimet, më shumë do ta quaja xhelozi greke dhe smis greke ndaj asaj që quhet afrimi i shqiptarëve apo i Shqipërisë me familjen Trump apo qoftë me gjeopolitikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe unë do t'i këshilloj grekët, s'keni pse tremeni, sepse grekët kanë me 10 apo mbi 100 kongresmen amerikanë me origjinë greke dhe 3-4 senatorë në krahasim me shqiptarët janë më të fuqishëm në Amerikë, prandaj nuk duhet tremen. E quaj shkrim falso, e hedh poshtë paktën si njëri që i njoh mirë strukturat e Greqisë, si historian, si njëri që kam jetuar atje me grekët dhe prandaj e them e hedh me këtë gjë që nuk është e vërtetë. Ndërkohë që i ktheheshin edhe së shkuarës, ku e qanin Sazanin, që ndodhet në grupterdhjen e Adriatikut, që sipas tyre e shiti Venizelos tek Shqipëria. Tani, po ti referohet me asaj që shkruan greku që Venizelos në 1914 apo 15, ku Shqipëria ende nuk ishte shtet, duhet të jemi realist, Shqipëria u bë shtet mas vitit të 1919, mas në lidhjen që u bën në takimin në Paris, që Fanoli e ka quajtur një nga sukseset më të tij, pranimin e Shqipërisë në lidhjen e kombeve. Pra në 14 çfarë mund bënte Shqipëria ku Greqia kishte hyrë me ushtrinë e saj nga 1912 deri në 14 ka bërë masakra, djegje fshatrave të shumë të mëdha në jugun e Shqipërisë. Prandaj është e vështirë dhe kjo gjë që Venizelos ja shitën Shqipërisë ishullin e Sazanit. Lind pyetja, me çfarë lekësh e blen shqiptarët ishullin e Sazanit dhe sa e blen? Ku është çmimi? Pra mungojnë disa gjëra, janë mashtrime.
Ndërkohë që edhe kryeministri ka qenë temë e këtij debati, këtyre shkëmbimeve reciproke ande edhe këtej javët e fundit. Edhe sot sikur përmenda në hyri kishte një shkrim mbi origjinën e tij. Do të themi diçka, unë gjithmonë kam përcjell mediat greke dhe i kam përcjell dhe faqen time të Facebookut që thonë këto. Por jo se ato që pasqyrojnë mediat greke dhe unë që i botoj, domethënë pasqyrimin e tyre janë të vërteta. Komenti është kjo që grekët gjithmonë kanë botuar biografitë të personaliteteve të ndryshme të Shqipërisë të suksesshëm, sa dhe mu 2-3 herë kanë thënë, dhe ti e grek me origjinë se ka shumë llalla atje në sul të Janinës, po ato janë arvanitës, janë shqiptar. Pra, edhe kjo ka qenë para 10 vitësh që e ka botuar kryetari i vllëve të Ballkanit, prefekti i Janinës, Aleksandr Karimanis, që origjina e Ramës është me origjinë vllë, të ardhur këtu nga babai, nga linja babait. Ndërsa kjo e linjës nënës që thonë nga vunoj, është një mashtrim. Ne do t'i hyjmë gjenetikës dhe edukatës familjare dhe ndërgjegjës familjare të Edi Ramës nga nëna, nga kolega, nga Spiro kolega që ata i thonin aty, domethënë nga kjo, ato kanë një edukatë italiane më shumë, studimet në Austri, në Vjenë, studime në Itali, studime në Kroaci, pra asnjëherë familja e Spiro kolegës, po përgojojmë nënën e kryeministit të ndjerën që të ketë patur lidhje qoftë arsimore, qoftë dhe ndërgjegje me Greqinë. Nëse do themi lidhje kulturore dhe arsimore e kanë me Italinë, ose kur themi me latinët, me kroatët, me Austrinë, me Gjermaninë, domethënë Austria, dhe me Italinë, dhe me Venecian. Pra edhe kjo bie poshtë, por grekët gjithmonë hedhin balë se diçka do mbetin duke patur parasysh që opozita është gati dhe çdo kundërshtar i zotit Rama është gati, ndërsa ne duhet të shikojmë në këto momente zotit Rama si kryeministri i Shqipërisë, i gjithë shqiptarëve, pra kur bëhet një sulm postrues, pa fakte, nënçmues, ne duhet dalim të mbrojmë të vërtetën, jo të mbrojmë zotin Rama, po të mbrojmë të vërtetën e kryeministrit të Shqipërisë. Dhe këtë rast ky shkrim është me tendencioz, unë e di dhe autorin se kush e ka bërë këtë shkrim, është minoritar grek që dikur ka lektoruar apo redaktuar librat e Enver Hoxhës, ka punuar në atë shtëpinë botuese Naim Frashi, është njëri i afërt i Partisë Demokratike, domethënë e di dhe autorin e shkrimit, është minoritar grek, profesor, doktor i historisë, prandaj dhe unë e hedh poshtë dhe njifet, nuk dua ta them emrin, njifet si spiun apo si informator i kundër zbulimit të Greqisë, i cili figuron dhe në dosjen time gjatë kohës që unë kam jetuar në Selanik, edhe kam qenë këshilltar i jashtëm i konsullatës shqiptare të Selanikut 98-2003. Pra e di dhe autorin e shkrimit. Është kjo dorë edhe mas debati që Rama ka studiuar me lekët e grekëve në Harvard? Kryeministri i Shqipërisë Rama, siç e ka thënë ajo Xhavelas, Niki Xhavela, ka marrë fonde, jo nga fondacionet greke, nëse unë bëra hulumtime, nga fondacionet e shoqërisë së hapur që njihet në thojza themi Sorën, por jo se ka studiuar me vite, ka ndjekur kurse javore apo kurse 10 ditore dhe shpesh është ftuar nga Harvardi, nga universiteti për të marrë ligjërata, edhe para i viti ishte, për të marrë ligjërata për tek studentët e këtij universiteti rreth menaxhimit bashkisë të shtetit, bile në kohë që ku ka qenë dhe zoti Rama në studime, ka qenë dhe kryetari i opozitës kolumbiane, Bogotës, kryetari i bashkisë në atë kohë, Antonio më duket emri, bashkë me Ramën marrin dhe ligjërata dhe ndiqnin këto, po ai psovi një krizë shëndetësore dhe utroi nga politika në 2014. Pra, nuk është se janë fonde të fondacionit grek, po janë fonde të shoqërisë së hapur, e cila zonja në fjalë që e ka thënë ka qenë nën drejtoreshe këtij fondacioni për Ballkanin, apo sepse e dim që fondacionet e shoqërisë së hapur ka shumë njerëz aty, ka grek, ka shqiptar, ka serb, ka të gjithë punojnë për të mirën e këtij fondacioni tek e fundit që paguhen. Pra nuk ka aty ndjenja nacionaliste, kombëtare apo patriotike. Zoti Rama, mendoni që mund të jetë paraprit nga ndonjë bisedë mes tyre private e dy kryeministrave përpara se kishin ato shkëmbimet Rama me Mitsotakishin? Do të them këtë gjë që zoti Rama dhe Mitsotakis kanë një shoqëri të mirë, janë miq të mirë, shok të mirë, po them miq kanë dhe hyrje dalje familjare, përderisa zoti Rama publikisht dihet ka dekruar, ka ngrënë drek 2 herë në shtëpinë e zotit Mitsotakis, siç është tradita e jon aty ku kalon prag shtëpie, quhen mik. Edhe ai kur kalon pragun e shtëpisë janë miq të mirë, janë në një linjë të gjeopolitikës ndërkombëtare që them, por janë të koordinuar nga shkërbimi informativ grek, me fjalë sepse në Greqi institucionet janë pavarur dhe ndahen midis kryeministrisë, shtetit dhe shërbimet. Dhe ushtria janë pavarur në krahasim me
Shqipëri që janë politike, por është një sulm i koordinuar, po e them këtë gjë dhe i mbështetur fuqishëm edhe nga lobi grek i Amerikës, ku një korrier është zoti Beleri, si eurodeputat është korrier që hedh balt mbi Shqipërinë dhe mbi kryeministrin Rama, të rast dhe prandaj them që këto gjëra nuk duhen të merren kështu. Unë më vjen keq që zoti Rama mund të kishte pasur në karrierën e tij politike 2 çështje të suksesshme ndaj Greqisë dhe me Greqinë. Nëse ai do të kishte zgjidhur heqjen e ligjit të luftës me Greqinë, që është gjë shumë e lehtë, unë kam studiuar këtë gjë dhe pse është një problem i lehtë, edhe zgjidhjen paqësorë të çështjes Çame, që Çamët gjithmonë shqiptarët e Çamërisë me fjalë, gjithmonë kanë kërkuar një falje publike e Greqisë ndaj masakrave që kanë bërë nga pastrimi etnik, që sepse kështu është në literaturën e disa historianëve grek nuk quhet gjenocid, por quhet pastrim etnik. Dhe kjo çështje do zgjidhet paqësorë midis 2 fqinjve të mirë, pse jo dhe midis 2 krushve të mirë, sepse kemi me mira martesa mix midis njëri tjetrit. Kjo do të quajë një sukses më të madh të zotit Rama në politikën e tij me fqinjsinë e mirë me anë të Greqisë. Prej kaq vitesh, ai mbi 10 vite që është kryeminist, nuk mundi të avanconte këtë çështje dhe nuk mundet të zgjidhë çështjen e kufirit detar, duke ka përcyer ligjin e luftës dhe zgjidhjen paqësorë të çështjes Çame, nuk mund të quhet e suksesshme. Me që më dolët tek çështja e Çamërisë, mendoni që mund të kemi së shpejti ndoshta një paralele me ato që ndodhin Preshev, projekt ligjin që po bëhet gati në Kongresin Amerikan? Çështja Çame është shumë delikate në krahasim me luginën e Preshevës. Për arsye ashtu që thash dhe njihet në historiografi dhe nga disa historianë grek, që ka kemi pasur spastrim etnik, pasi u spastru nga elementi shqiptar që i përkiste fesë musliman dhe ata shqiptar ortodoks atje, të cilët deklarojnë se ishin shqiptar, u vranë, u persekutuan apo u përzuan, atëherë të tjerët aty ulën kokën, heshtën dhe u asimiluan në grek. Pra nuk duhet bëjmë këto paralele. Neve Shqipëria mundet të jetë nisur nga andej për të ushtruar presion, sikur po ushtron presion pra Kongresi Amerikan ndaj Serbisë për të hequr pasivizimin në Preshev, pra një lloj presioni që të zgjidhet çështja Çame? Do të dim që Greqia nuk ka asnjë pakicë kombëtare në Greqi, edhe pse atje jetojnë shqiptar, pomak, turq, slav, maqedonas, bullgar, rom, egjiptas, nuk njeh asnjë nga këto. Vlehët që nuk i njeh dhe i quajnë grek dhe i asimilon në mënyrë të egër, ku vlehët kanë një kontribut të çmuar si në Shqipëri, si në Greqi, si në Serbi, si në Maqedoni, në të gjithë shtetet ku kanë jetuar vlehët si pakicë, kanë dhënë kontributin e tyre në këtë forcimin e këtyre shteteve, dhe Greqia është i vetmi shtet që nuk i njeh vlehët si pakicë kombëtare apo si një popullsi tjetër që nuk është vlehë, po mundohet të asimilojë dhe të thjesë që t'i zhdukit kulturën e tyre, gjuhën e tyre dhe historinë e tyre. Pra, Greqia ka shumë probleme, nuk janë vetëm Çamët, janë dhe hebrejnë, që ashtu, dhe këto një ditë, këto gjëra do shpërthehen dhe problem do ketë Greqia brenda, ndoshta pse jo dhe një luftë qytetare, ku gjithmonë ka ndodhur në Greqi. Ka pas në 47-49 luftë qytetare, po dhe juntën në 68 dhe në 74. Mes tre çështjeve që ju përmendët, ishte edhe çështja e detit, që tha që kryeministri Rama kishte mundësi për ta çuar më tej, për ta zgjidhur. Por ka nga ata që mendojnë që pas këtyre sulmeve dhe replikave mund të jetë edhe dorëzimi nga krahu tjetër i kufirit detar. Ju si mendoni? Gjithçka është e mundur dhe një herë e them duke njohur mirë diplomacinë shqiptare greke, duke njohur dhe ministrin e jashtëm të Shqipërisë dhe diplomatët tanë që për mendimin tim janë shumë të dobët në krahasim përballë presioneve diplomatike greke, zoti Rama nëse do t'i kishe kapur me hap pas hapi, do e kishte zgjidhur edhe çështjen e ligjit luftës dhe çështjen Çame dhe çështjen e detit, sepse këto kanë radhë. Në fillim duhet të hiqet ligji i luftës i Greqisë që mand anshëm ndaj Shqipërisë. Më tej duhet zgjidhet çështja Çame, domethënë duhet ketë një marrëveshje midis 2 shteteve, midis 2 popujve, dhe më tej neve duhet kërkojmë zgjidhjen e detit, kufirit toksor, piramidave. Jo të kalojmë direkt në zgjidhjen e kufirit, përderisa ai mban ligjin e luftës, Greqia atëherë nuk ta njeh kufirin detar dhe kufirin toksor. Unë pardje lexova në një arkiv të CIA-s amerikane, në arkivat e CIA-s janë të hapura për publikun, lexova se si në 71-shin e kemi hapur marrëdhënie diplomatike me Greqinë dhe kushti i Greqisë ka qenë për ligjin e luftës do shohim, por kufit ne ende nuk i njohim dhe mbajmë pezull çështjen e Vorë e Pirit, autonomisë së Vorë e Pirit. Pra që në 71-shin kemi vënë
hapin e marrëdhënieve diplomatike me Greqinë, Greqia ka vënë kushtet e saj, ndërsa ne asnjë kusht, ne vetëm kërkuam furnizimin me ushqime apo furnizimin me teknologji në atë kohë që ishim prishur dhe me rusët dhe me kinezët kishim filluar një ftofje. Tek postimet tuaja pak ditë më parë pashi kishi shpërndar një tjetër lajm që jemi tek mediat greke, edhe të një gazete që shqetësoi për bazat turke në jug. Nëse do shohim Greqia ka problem me Turqinë dhe nuk mundet ajo ta sulmoj dhe me media dhe me diplomaci Turqinë, atëherë i bi Shqipërisë duke ditur bazë që ka të dhëna Greqia që Turqia e mbron Shqipërinë nga një marrëveshje e kanë përshtatën gjithëherë 15 dhjetor 1923 është një marrëveshje e përjetshme midis dy shteteve, midis dy kombeve që do mbrojnë njëri tjetrin dhe kjo gjithmonë ngelet pra bazë. Por neve duhet të bëjmë pyetjen, ajo nuk është bazë turke, është bazë e ushtrisë së Shqipërisë me ushtar turq. Dhe lind pyetja, si erdhën ata ushtar turq aty dhe kur erdhën? Po jo them këtë gjë, ato erdhën në 98-ën, atëherë kur rreth 1000 forca ushtarake greke me rroba civile strehoheshin nëpër shtëpitë e pakicës kombëtare greke në Dropull dhe vende tjera. Unë kam dhënë edhe fotografitë të atyre vitet të ushtarëve që rrinin për një sulm dhe kryetari i këtij operacioni ish zëvendës ministri i jashtëm i Qipros që masi viti në një incident themi që u zhduk diq në ajër, në aeroplan dhe çdo gjëra po t'i shikojmë me vëmendje kanë lidhje me njëri tjetrin. Pra dhe turqit erdhën për të siguruar jugun e Shqipërisë. Dhe sa herë që Greqia, po ja u them, duhet jeni të kujdesshëm, bën probleme në jugun e Shqipërisë, vjen nga një xhiro, një avore në një nëndetse turke, në një anije ushtarake turke me emrin Preveza, me emrin Janina, me emrin Çamria dhe kur vjen kjo çështje Greqia nuk e ngre zërin hiç. Atëherë pse Greqia nuk reagon që këto anije luftarake, fregata apo nëndece mbajnë emrat të toponimeve të qyteteve të Çamrisë apo të Greqisë, të themi të Epirit jugut të Greqisë. Pra ka shumë prapaskena. Po ta shikojmë ne ato grekët janë xhelozë edhe pse Rama ndodhet prej 2 ditësh në Izrael, duke patur parasysh që Greqia ka disa marrëdhënie të mira dhe ushtarake me Izraelin, pra gjithmonë bëhet xheloze. Greqia është xheloze ndaj avancimit të Shqipërisë dhe ndaj çdo miksie apo zhvillim ekonomik të Shqipërisë. Pra edhe me që ndodhet tek Rama me Izraelin edhe në këtë pikë, sepse ne do kemi edhe investime izraelite në ushtri, prodhimin e dronëve. Pra është xhelozia edhe këtu. Është xhelozia dhe aty duke patur parasysh që grekët janë të nënçmuar dhe të nënshtruar ndaj përpara Izraelit, po ju them që nga viti 1976 apo 78 është një ligj në Greqi që gjithë pakica kombëtare izraelite përjashtohet nga tatim taksët dhe çdo njeri që antarësohet në Federatën e Izraelve të Greqisë nuk paguan taksën në Greqi. Pra disa Greqia ka aprovuar një ligj të tillë për komunitetin e vogël izraelit në Greqi, imagjinoni çfarë politike ndjek Greqia përballë Izraelit. Pra është e nënçmuar duke patur parasysh që rreth 98% e pakicës kombëtare izraelite në Greqi u paketuan dhe u çuan në zhdukjen të Janinës, së Brejtë, të Selanikut dhe të Afinës rreth diku 160.000 në vitin 43-44. Zoti Rama, gjithë këtë bisedë që ne e zhvilluam, ju e keni përmbledhur për publikun më thjesht në 10 pika që shqetësojnë Greqinë në raport me Shqipërinë. Ato 10 pika nuk janë të mira dhe një them, ato 10 pika janë opinionet e shërbimit informativ të Greqisë, domethënë 10 pika kanë nxjerrë ato që Greqia i trembet Shqipërisë duke shikuar propagandën që bën Shqipëria apo studiosit shqiptar në ato pika. Pra grekët i tremen një rizgjim të themi të Arvanitës dhe njohës nga pika 10 po e filloj të pakicës kombëtare shqiptare në Greqi, i tremen trashëgimisë së grekëve të lashtë, që ata nuk kanë asnjë lidhje, që këta nuk e themi ne, thonë shumë studios botror, po dhe studios grek, unë do kem një shkrim javës tjetër rreth kësaj me citimet të studiosëve grek, po përsëris dhe të huaj, të kohëve të fundit brenda 20 vjeçar që thonë këta grekët modern nuk janë ata grekët e lashtë atje që ne pretendojmë. Dhe shumë pika tjera që grekët i tremen, këto janë studimet e shërbimit informativ të Greqisë, që për arsye tjera kam informacione unë sepse ne kemi njerëzit tanë kudo, edhe pse në Greqi ne kemi mos harrojmë gjë ato Arvanitës që prapë me shpirt e zemër ndihen si shqiptar. Zoti Rama, edhe diçka të fundit kam në aktualitet për bordin e paqes. Kemi vendet e Ballkanit Perëndimor që secili ka një specifik të ndryshme. Qofse Shqipëria u ftua
por nuk vajti Rama atje dhe kjo mbetet mister. Kosova shkoi, Serbia nuk u ftua me Malin e Zi, Maqedonia nuk u ftua, por ndërkohë me që jemi edhe tek raportet me Greqinë, Mitsotakis në mos gaboj nuk ka pranuar, pra është në të njëjtin linjë me Francën dhe disa vende tjera. Pra është skeptik për momentin. Është pending. Unë do të thaj këtë gjë, Shqipëria bën mirë që ndodhet kudo që ftojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës disa e kanë mbrojtur sovranitetin e Shqipërisë, edhe në atë kohë ku ne ishim si një vend i mbyllur, janë 2-3 fakte ku Greqia i bënte lutje Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Anglisë për ta sulmuar Shqipërinë në vitet 50, 60 për të marrë vorje e pirë, dhe kanë qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës që e kanë frenuar këtë gjë, dhe në atë kohë kur ishte Enver Hoxha në pushtet, pa folur për zhvillimet e tjera që ne i dim që amerikanët na kanë mbështetur dhe luftën e Kosovës, është ftuar Shqipëria dhe njerë dhe jo zoti Rama, është ftuar kryeministri i Shqipërisë, po jo kryetari i PS-s, ata janë gjëra personale po e shtetit. Ata janë gjëra teknike, në një mungesë të zotit Rama mund shkonte presidenti i Shqipërisë, mund shkonte ministri i jashtëm apo një njeri autorizuar nga zoti Rama. Por ne shqiptarë duke qenë pak ballkanës si gjithë të tjerët, grekët, serbët, turqit, jemi pak edhe ne xheloz, kemi atën unin tonë të zoti Rama do që t'i ngelet në shkrimi i tij, në themelimin e këtij bordi paqësor që mundet në të ardhmen dal nga dal, se çdo gjë fillon me pak dhe pastaj zgjerohet dhe forcohet, mund të ketë peshën e OKB-s që ka sot OKB-s, dhe OKB-ja nuk lindi mrena një ditë apo mrena një nate. Prandaj Shqipëria bën mirë që e ka nënshkruar, Kosova po ashtu ne duhet të jemi krenar, se çdo gjë ka fillimet e vështirë, ashtu si një familje e re që nis me një garsonjere dal nga dal, ashtu si një njeri që në fillim blen një makinë të nënçmuar dhe pastaj arrin me punë me gjithë. Prandaj unë i uroj suksese vendit tim Shqipërisë, edhe kryeministrit të Shqipërisë në këtë rast, pra ne jashtë Shqipërisë duhet ta shikojmë zotin Ramën si kryeministër të gjithë shqiptarëve dhe jo ndarje në opozitë dhe pozitë, ato janë grindet brendshme të një shtëpie që duhet ngelim brenda shtëpisë dhe jo t'i nxjerrim sytë edhe të bashkëpunojmë me grekët apo dhe me tjerë për ta rrëzuar një kryeministër të Shqipërisë nga trafë qoftë dhe zoti Rama. Zoti Rama, faleminderit shumë për gjithë analizën dhe panoramën që na sollet nga situata jo në Ballkan, nga muhabetet tona, nga këto inatet e vjetra. Të falenderoj shumë. Edhe një herë përfundimisht do të jap një këshill. Mos ju referoni çfarë shkruajnë mediat greke dhe gazetat greke, sepse janë të gjitha të kaluar në sitën e zbulimit kundër zbulimit të Greqisë, të drejtorisë mediatike dhe Ministrisë së Informacionit dhe Propagandës. Faleminderit shumë për gjitha. Faleminderit edhe juve.